Timi, kush është fituesi? Ai që bëhet më shumë pis, mendoj unë. Pra, ai që vuan më shumë, që qanë më shumë, ai që dashuron më shumë, ai që ofendon më shumë, që manipulon, që gënjen më shumë, ai që zhvishet para publikut dhe kur zhvishesh ti tregon dhe të bardhat dhe të zezat, dhe të mirat dhe të këqijat. Tre fituesit kanë qenë tre fitues të dashur nga publiku, të paktën flas për fituesin e vitit të kaluar dhe fituesin e edicionit ku isha unë. Ishin fitues të pakontestueshëm, pra të votuar dhe jashtëzakonisht shumë të dashur nga publiku. Dhe po ta analizosh nëse pse fituan ato dy persona fituan siç pëlqej ta them unë, sepse u bën më shumë pis. Pra nëse të tjerët vendosën mos ta kalonin asnjëherë linjën e kuqe, vijën e kuqe, disa persona vendosën të dilnin. Për të ndjekur videon e plot në YouTube dhe shumë të tjera, bëni subscribe në kanalin Blacklight Media.